Prokuroria e Shtetit në mënyrë ex officio, domethënë merr detyrë të trajtojë këtë çështje. Okej, po pas 30 ditësh, zoti kryesi. Pas 30, nëse s'konsiderohet pas 30 ditësh, çfarë duhet ndodh? Pas 30 ditësh, nëse nuk konstituohet, atëherë presidentja duhet me qenë në nivel të detyrës, të cilën sipas me ende nuk është nivel detyrës, se ka detyrë kushtetuese të ishtjerë mjetet politike dhe juridike. Mjetet politike nënkupton që duhet të thras subjektet politike parlamentare dhe të bëj presion ekstrem për krimin e parlamentit. Dhe mjetet juridike e ka një ekstrem në çfarë formë? Po për shembull, jo mi thirr vetëm një herë, domethënë mi thirr vetëm një herë edhe me shku në shtëpi, si thojmë ne, po mi mbajt aty deri ta gjën një zgjidhje. Ti mbajt gujuar aty fare? Gujuar, jo, po me kriju, domethënë atmosferë pune. Proces, me kriju proces, atmosferë pune për me arrit deri te konstituimi i parlamentit. Okej, po përsëri është situatë që duhet të ndjek më shumë hapa në kuadër të kësaj. Pra, çështja e votimit ju thoni se është çështje e deputetëve, që duhet edhe me një vendimarrje të tyre. 30 ditë që nuk e ka për detyrë gjykata. Pas 30 ditë që ta sankcionoj, apo gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese nuk merret me asnjë veprim. Gjykata kushtetuese nuk merret me asnjë veprim nëse s'ka kërkesë. Disa gjykata kushtetuese të regionit kanë mundësi ex officio me marrë, domethënë pa kërkesë, por gjykata jonë domethënë nuk merr asnjë veprim pa një kërkesë të karakterit. Kujt i ka dhënë të drejtë deri më tani në argumentimin publik vendimi i gjykatës kushtetuese, vetëvendosjes ose pjesë tjetër? Të drejtë? Po. Të gjithëve ju ka dhënë të drejtë. Të gjithëve ju ka dhënë edhe të gjithëve ju ka mshuar ka po. Të gjithëve ju ka dhënë të drejtë edhe të gjithëve ju ka treguar se deputeti ka për detyrë ligjore dhe kushtetuese me nejt në parlament. Unë po flas në argumentimin që e kam po të drejtë. Argumentimin për flasën, tash po interpretoj. Në parlament ka detyrë, domethënë me votu për, kundër dhe me abstenu. Është anti-irregullore që deputeti me qenë në parlament dhe mas me votu asgjë. Atëherë deputeti konsiderohet si karrik. Na i thojnë, domethënë në gjuhën latine i thojnë res vocalis. Domethënë një send i cili flet ose s'flet, ka për detyrë ligjore, kushtetuese për me thonë po, jo edhe kundër. Nuk është më rasti për kënd me votu për detyrë ka këto, edhe me qenë aty se ka detyrë ligjore dhe kushtetuese me qenë prezent, sepse ka kriju një marrëdhënie juridike të karakterit politik. Po. Dhe në karakterin politik, kujt i ka më shumë kujt i ka dhënë të drejtë sipas Taulant Hodajt? I ka dhënë vetëvendosjes që i ka insistuar në gjetjen e një modus operandi, një gjuhë të ndërmjetme për ta krijuar komisionin dhe për ta mundësuar votimin e fshehtë. Dhe që nuk e ka ndryshuar kandidaturën, por ka insistuar në një kandidaturë, apo pjesës tjetër që ka insistuar që opsioni i vetëm është nëse është fryma 2014-ës që i takon ekskluzivisht subjektit parë politik, i bie që ta ndryshoj kandidaturën dhe eksisoj duke akuzuar vetëvendosjen si bllokuese. Pajtona plotësisht që vendimi i gjykatës kushtetuese nuk jep përgjigje të drejt për drejt pyetjes të cilës ju është parashtruar nga 10 apo 11 deputetët, po jep disa sqarime dhe tani bëhet normë kushtetuese ku e afatizon kohën për formimin e qeverisë, ndërsa nuk i përgjigjet në mënyrë decisive çështjes nëse është e lejuar në mes të seancës të ndryshohet votimin nga votim i hapur në votim të fshehtë. Kjo është interpretuar ndryshe. Jo, tash mund me bëj çfarë po tash. Pjesa tjetër thotë nuk i ka dhënë drejt. Po, nuk i ka dhënë përgjigje adekuate, po nga interpretimi im, gjykata kushtetuese nuk ka mundur të dalë plotësisht nga interpretimi që ka dhënë në vitin 2014, sepse për njëjtën çështje, edhe pse nuk u pyet në atë kohë për votimin e fshehtë apo të hapur, në 2014 ka thënë që mund duhet të votohet për, kundër dhe abstenon në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, vetë ka bërë interpretimin në lidhje me zgjedhjen e kuvendit. Tani e ripërmend atë atë zgjidhje që ka bërë në vitin 2014 dhe në përgjigje indirekte që i bën kësaj ku thotë që nuk e parashojnë rregullore në mënyrën e votimit,
por ky është vendimi i gjykatës kushtetuese në 2014 që paraqet hapur dhe të mbyllur, po gjithashtu edhe shoh që inkurajon thotë duhet të mirën edhe praktikat e deri tashme. Domthon që anon deri diku ka votimi i hapur, po në njëjtën kohë nuk e ka guximin ta thotë një gjë të tillë. Mira, është punë e gjykatës kushtetuese të lejë interpretime apo duhet ta përmbyll një çështje dhe ta të mos lejon debat në në kuadër të asaj ta qartësoj për opinionin publik se si do të duhet ishte edhe për palët politike që duhet, palët vendimarrësin që duhet marrin vendim, hodej. Unë përkundër respektit madh që kam për profesorin, jo gjithmonë është pajtona me vendimarrjen që kanë marrë. Nuk e di në vitin 2014 a ka qenë profa vendimarrës në atë rastin, s'ka qenë, a? Jo, nuk keni qenë kryeziva, po nuk keni qenë në panel. Jo. Por ata do me thonë që tash edhe po ma jep edhe të argumentin shtesë, në vazhdimsi kam qenë të kritik, mendoj që të këtë strumbullarin e këtyne paqartësive dhe këto krizave, fatkeqësisht mendoj që i ka kontribuar gjykata kushtetuese në vendimin e vitit 2014, që po na vazhdojnë edhe tani ti kemi tani. Dhe në këtë drejtim, gjykata kushtetuese derisa sipas mendimit 2014 vetë ka kriju këtë situatë, tani duhet të jap zgjidhje, megjithëse nuk është a priori kjo krizë juridike se sa më shumë krizë politike, duhet të jap zgjidhje derisa është adresuar nga organet përkatëse, nga palët e autorizuara që janë të thirrura në këtë drejtim, nuk e ka dhënë një përgjigje të qartë në këtë drejtim. Pse? Unë mendoj që ka pas ndoshta diskrepanca aty apo nuk ka pas pajtim dhe ka pas pajtim për një gjuhë të tillë në mënyrë që të jepet mundësisë deputetëve që të gjejnë kompromisin të ulën në kuadër të frymës së këtij vendimi të votojnë. Po e ka lënë këtë paqartësinë në lidhje me votimin e fshet apo të hapur. Logjika, analogjia të çon të ajo që tha edhe profa, sepse edhe vetë votimi kur është duhet të marrë votimi duhet të jetë pa presion, pa presion, i fshat kur të bëhemi, votimi i fshat për mendimin tim është më demokratik. Vendimi është më demokratik, votimi i fshat. Me demokratik thellë është. Po, është më demokratik.